marra nga Apolonia. Dhe ky është një fakt, në gjitha kishat e Myzeqes kemi gur të marrë nga qyteti antik i Apolonis. Përgjithsisht ata janë përdorur për të skuadruar këndet e kishës, këtu duke qenë dhe më të përshtatshëm nga ana strukturore. Dhe përgjithsisht i gjejmë edhe në apsidat e kishave. Apsidat janë pjesat lindore të kishës, ose në terminologjinë e kishës lindore bizantine ortodokse njihen me emrin ajodhima. Përgjithsisht këtu kemi një apsid që është shkatëruar dhe është rindërtuar, jo me një cilësi të mirë, me një cilësi është ndërtuar me shpejtësi, nuk po e themi atë fjalë. Megjithatë edhe aty gjejmë disa gur antik dhe interesante është që edhe një mbishkrim tjetër që flet për një rindërtim të kishës. Dhe unë besoj se kjo kishë është ndërtuar dhe rindërtuar disa herë, pasi vetë lëvizjet tektonike të zonës bëjnë që këto objekte mos i rezistojnë kohës. Dhe po ta fokusoj kamera ke pjesa e sipërme e pjesës lindore të kishës, shohim një shkarje të mureve prej disa centimetrësh, që jep mundësim për një rindërtim të ri. Ashtu si dhe në këtë pjesë, që është pjesa veriore e mauzoleumit të Shën Trifonit, që është në pjesën jugore të kishës së Shën Trifonit, shohim gjurmët e me çimento, me llaç të forcuar me çimento të rindërtimeve ose të restaurimit, për arsye sepse formacioni gjeologjik lëviz dhe bashkë me të lëvizin edhe gurët e kishës. Dhe ja pikërisht atje kemi një agravim, një prishje të si rezultati i shkarjes tokës dhe i lëvizjes formacioneve gjeologjike. Zoti Ilir, përderisa folur për një periudhë të vjetër të kishës, a daton, a kemi në një gur pikërisht në studimet apo në librin e autorit që juve sapo cilësuat? Unë po citoj diçka nga libri profesor Neritan Cekës dhe profesor Skënder Muçajt, Bylisi, flet për monumentet dhe historikun e qytetit antik të Bylisit. Midis të tjerave, në faqen 14 kemi dhe dokumentin, kemi dhe një fotografi të një mbishkrimi, thuhet mbishkrimi i Cecilies i shekullit të dytë mbas Krishtit. Ky është një nga dokument, ky është një nga fotografit të cilat ka publikuar në 1920, kur botoi librin e tij Mallakastra dhe Myzeqeja, librin për të cilin fola pak më sipër, arkeologu Camilo Prashniker. Dhe ja se që thuhet në mbishkrim, thot, ka shumë, thot, mundësit që të ketë qenë Ilire gruaja me emrin Cecilia, e cila ishte martuar me Lartidin nga Nishi, Naiso i Dardanis. Dhe ky mbishkrim, i cili ka ardhur nga Bylisi, është marrë pikërisht nga kjo kishë. Pra kemi një element të çuditshëm, nëse folëm pak më parë që shumica e kishave të Myzeqes, elementët që skuadronin këndet, siç i kemi edhe këtu, që janë elementet e apsidës së vjetër, janë marrë nga Apolonia. Këtu kemi një element që na vjen nga Bylisi. Imagjino sa larg dhe sa e mundimshme ka qenë rruga nga Bylisi për në Sheqishte. Është e çuditshme shtegtimi i këtij elementi, i cili ishte një pllak varri e shekullit të dytë pas Krishtit, që në fillimet e që mund të ketë ardhur qysh në antikitetin e vonë, kur pas vitit 313 u zyrtarizua krishtërimi dhe filloi ndërtimi i objekteve të kultit siç ishin kishat. Megjithatë, këtu në apsidën e kishës kemi të vendosur disa element të çuditshëm, disa koka të gdhëndura në mënyrë amatore ose primitive, që nuk e di se çfarë kuptimi kam dhe nuk e dim se cilat dorë mjeshtri i ka bërë. Megjithatë, këtu kemi një element, një kapitel kok, kapiteli antik, është e stilit jonik, ja dhe brirët e dashit, që forcon atë argument që tham pak më parë, që një pjesë të dekorimit dhe të gurve të kishave të Myzeqes vinë pikërisht nga qytetet antike. Ndërsa këtu kemi një tjetër dokument që flet për një rindërtim të kishës dhe mban datën 19 maj 1855. Shihet qartë